Të huaj që nuk vinë për turizëm në Sarandë, por për të shërbyer turistëve është dukuria e kësaj vere. Këtë qershor, ky është një realitet i prekshëm në shumicën e bareve dhe restoranteve që operojnë në vijën e parë mbi shëtitoren e Sarandës. Ajo që të bie para në sy është përgjithsisht mosha e re të huajve të punësuar, ku dominojnë të ardhurit nga Filipine, vajza dhe djem fare të rinj. Working here in Saranda. Jam ndihmës kuzhinier, punoj këtu në Sarandë, më pëlqen puna dhe njerëzit. Kam një javë që kam nisur punën në këtë restorant. This is a best tourist spot. I work here as Punoj këtu si ndihmës banakier. E dashuroj punën që bëj këtu në Sarandë. Vetëm pak ditë kam që kam ardhur nga Filipine. so I enjoy my work. Yeah, they call it Mao. Vi nga Filipine, punoj si kamarier. Vend i bukur, me plazhe të bukur dhe njerëz të mirë. Në të rësi, të rinjtë e huaj që takuam na thanë se ardhjen për të punësuar në shërbime turistike në Sarandë e kishin realizuar përmes agjencive të ndryshme në vendet nga vinë. I was 5 months. Jam prej 5 muajsh këtu në Shqipëri, kam bërë kontratë 1 vjeçare dhe shpresoj ta shtyje edhe 1 vit tjetër. Më pëlqen shumë të qëndroj këtu, një vend me shumë turistë dhe njerëz të mirë. Erdha përmes agjencisë. Ajo më sugjeroi që është një vend i mirë dhe ia vlen të punosh. Very nice. Këtë që tani është realitet i prekshëm me përfshirje të shtetasve të huaj si burime njerëzore në turizmin e Sarandës e paralajmëruan kohë më parë institucione lokale të specializuara për punësim si një zgjidhje alternative për të mbuluar mungesën dhe nevojën për stafe në shumicën e strukturave të shërbimit në Sarandë dhe Ksamil. Deri në muajin prill kishin aplikuar dhe ishin pranuar 800 shtetas të huaj për të punësuar në këtë treg.